Lavdi dhe falëndërimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se është Zoti i vetëm që meriton adhurim, që meriton përkushtim, ibadete dhe nënshtrim. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është i fundit prej pejgamberëve, mëshirë për mbar gjithësinë, gjithashtu udhëzues edhe mësues për mbar njerëzimin. Allahu na këshillon Kur'an me fjalën e tij: o ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin ashtu si e meriton ai, edhe asesi mos ju gjej vdekja ndryshe vetë se me iman. Të dashur vëllezër, Allahu xhalla shanu në Kur'an ka përmendë lloj dënimi se si do t'i dënojë në xhehenam njerëzit e caktuar. Si do ta dënojë ata të pamoralshëm, ato që vjedh, ato që bën këtë, bën atë. Mirë po, kulmin e kretë dënimeve, dënimin më të rënd, dënimin më të rrezikshëm, më të keq, edhe që i përmbledh në vete kreta dënimet, është kur Allahu xhalleshanu ka përmendë në disa vende në Kur'an dënimin e munafikut. Munafiku, shqip ne i themi munafik edhe e përdorim edhe shqip, por edhe është për qëllim munafiku dyftyrshi. Dyftyrshi ndahet në dy lloje, dyftyrsia e njeriut. Dyftyrsh në brendësi, por që në anën e jashtme shfaqet njëjtë sikurse populli, pra në vete s'është i tillë, por kamuflohet për të arritur një qëllim të caktuar, ose për një interes personal, ose për prishjen e pjesës tjetër. Ai s'përfiton kur gjë, po do mi prish tjetër. Ose do në edhe me përfitu diçka, kjo e para. Edhe munafiku i dytë është munafiku në vepra. Lloji i parë, i munafiku që ai në zemër, ajo qafir. Qafir është. Lloji i dytë është munafiku që në zemër nuk është parimisht qafir, por është aq mendje lehtë edhe i pakujdesshëm sa i bën disa vepra të jashtme të dyftyrshit munafikut. Këtë ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, me një transmetim 3 cilësi kush i ka 3 vese, me një transmetim 4 vese. Ai është munafik, ka cilësitë munafikut. Kur flet, gënjen, kur premton, e thën premtimin, kur i lihet diçka amanet, nuk e çon amanetin vend, edhe katërta, nëse deri jo kanë mirë me ty, në momentin që o prish me ty, ka ndodhur një kacafytje, nuk lësan pa të thonë. Nuk lësan pa nxjerr sekretet e tua dhe nëse i ke besu diçka. Mirë, na s'kem punë me çet munafikun e dytë, se çdo musliman mund me pas për fat keq një veti të tillë me rrejt, stakfurullah. Na kemi punë me të parin. Kur janë paraqit munafikët në brendësi që janë munafikë, s'janë musliman, janë paraqit zakonisht në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Në Mekë nuk ka pas munafik. Pse? Se në Mekë mu kanë musliman u kanë zarë. Se e kanë rrej Bilalin, e kanë myt familjen e Jasirit, i kanë maltretu derisa u detyru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse ka pas ndihmën hyjnore, u detyru me ik. Pizorit. Aty s'ka pas munafik, mushit, unë jam musliman pa u kon. Se s'kan pas kurfar profitimi. Kur janë paraqit ata janë paraqit në Medinë. Kur është stabilizu gjendja, disa njerëz nga Medinë ose të ardhën kanë ardhur aty, janë paraqit si musliman, për njërin prej këtyre dy sebepeve, ose me përfitu ekonomikisht etj nga stabiliteti i shtetit islam, ose me prish shoqërinë muslimane. Allahu xhalleshanu pejgamberit alayhi salatu wasalam ja ka treguar amnat e munafikëve. Po i ka thonë një ajet kuranor, edhe nëse nuk i dini ju amnat, ju i shefni në fjalët e tyne, kretin i marr ai prap. Kreç shkoni ka duhet me shku, ai mundohet me prish pak. Pra, me përfitu për veti, ose me prish shoqërinë, kur ata janë të shku ka amara. Që ta llojet e munafikëve, në çdo kohë mundën me kanë. Në çdo kohë. Zakonisht, paraqiten atër kur ka stabilitet, punët po ecin marë, edhe armiku mundohet me fut njerëz në shoqëri që me prish qatë stabilitet. Por tash, a i suni paraqet
me shenjat e veta, po mundohet me i ba me shenjat e që ati populli ku jetojnë. Të dashur vëllezër, një person që i bjen Allahu xhalleshanu në sejdë, absolut nuk guxon më kon në shërbim të kërkuj përveç dinit Allahit, përveç të Zotit, në emën të Allahit, edhe me shkri vetën, pasoninë dhe çdo gjë për të mirën, për Zot Zotit, për të mirën e shoqënisë. Në momentin që dikush ato e bën, nëse më lejoni për këtij vendi të bekum, me thonë, e bën magar për me hyp, edhe me qu sa ne sa këne, ai nuk është musliman. Çka po du më thonë? Kujdes, mos t'ju shfrytëzojnë njerëzit me ose pa dije kundër dinit juaj, kundër vatanit juaj, kundër atë juaj. Secili prej juve, ose direkt, ose indirekt, ose baballarët e juaj, ose gjyshtë e juaj, kanë kontribu për që të vend me arë qëtu ku jemi sot. Secili. E më uqu, me budallakin e vetë insani, me uvun shërbim të tjetër kuj, kundër vendit vetë, këto nuk e bën një njeri që ka thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E bën veç munafiku i llojit parë, që zemrën e tij e ka skëter, por i shitun edhe i shtirun si besimtar ose si patriot ose. Ju e dini se para luftës ka pas njerëz që kanë qenë shpionat më të mëdhaj, të veshën me veshën kombëtare më të bukur. Të njëjtën sot e luajnë rolin disa njerëz me pamjen më islame, më të pa habitshme, domethënë, ata ti thu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, deri këtu kam rri munafik lloku, vllazni. Jo në amën të fesë me toleru më u prish ky vend. Jo, se kret kemi ka pak hise për me arë qëtu puna. Jo, mos e tolerani as dikush me të shfrytëzu, pasi nëse e din dikon, ti me toleru me thonë s'kam punë, s'po përzi, dush po përzi. Kret kemi hisjen rregullim këtij vendi. Edhe kret kemi obligim në mbrojtje të këtij vendi. Andaj, çdo kanë që janë, që dyshon, që bën, deri këtu po, se armiku nuk flet. Mos e përkrah. Edhe mos quj. Edhe rrinë hoxhallart me njerëzit të cilët e dëshmojnë veten. Këshill çdo besimtari, çdo hoxhe, që të tjerë i mrin ose i çojnë përpara kauzat e tyre kundër këtij vendi, përmes budallakive të atyre hoxhallarëve ose xhamatlive, na i them keni kujdes, keni tut Allahut. Se ti kur ke nga dhe ke ik poshtë në alt, edhe kon ala fëmijë të pi tamala, dikush ka luftu për çet vend. E tash ty me të bëj gomar, e me të hyp agjendat e huaja kundër këtij vendi, na nuk e tolerojmë. Na nuk e tolerojmë. Na jemi kundër çdo kujt pa marrë parasysh sa ka mjekrën e gjatë. Edhe sa shitet fetar, i cili në xhami mundohet me na kriju përçamje në vendin ton. Xhamiat, xhamati është populli. Është ky vend ku ka marrë armatimin e luftës, ku kanë pas tubimet, shtabet e tjerë, vendi kur ka pas më shumë të nevojë. Tash prej aty në vendeve me dal njerëz të cilët çojnë agjendat huaja përpara, nëse nuk e njihni. Atëherë ki dyshim fal me hoxhën. Mos tolerojni që kur gjë më u bën në emën të fesë kundër vatanit. E këta munafik të tillë, me ose pa vetdije, Zoti i vraft. Të dashur vëllezër, nuk na lejon dini Allahu Azza wa Jall me punu kundër atdhejut. Nuk na lejon. Dhe na do të jemi kundër çdo personi të tillë. Pa marrë parasysh që shitet, sa shitet, kush është, që falet, edhe nëse flen xhami. Na mujmë me pas një muhabet kundër një politikanit caktuar ose një paknaci, ama nuk jemi kundër vatanit, kundër atdhejut. Na bëmi bashkë gjithë, pa marrë parasysh kush jemi të kemi, me mbrojt këtë vend që jena bë bashkë. Ma herët. Na kena dëshmu, na hala jemi gjallë që ata cilët jemi bë bashkë dikur, hala s'kena dek. Që më uqu njerëzit edhe me ballë lloj lojnash.
Runi prej munafikëve. Pa marrë parasysh kusha. As si besimtar, as si pa marrë parasysh du me përmend profesione tjera që mos ndjehen të ofendum. Pa marrë parasysh ai që kundër këtij veni, kundër gjakut që është derdh, për i Zot Zotit që është punu, e di kush ka derdh lot e djerë se ka nona që hala janë gjallë dhe fëmijët e tyre nuk kur si kanë gjetë, na nuk do të me toleru. Nëse do të ndodhte diçka, masja 4-5 gjeneratave kishme me thonë, ama që tash jo, se hala herët është me harru mundin. Hytbja mundet më u duk se qka po folë hoxha në xhami, jo. Feja ka ardhur për me rregullu jetën tonë. E nëse se nisi me rregullu prej këtu, s'kena piku tjetër me rregullu. Andaj, ne jemi bitë e këtij vene, jemi popull i këtij vene, kemi shërbyt, do të shërbejmë deri në vdekje për të mirën e këtij populli, këtij vene, pa marrë parasysh kush edhe çfarë ngjyre, çfarë pamje ka ai i cili punon kundër këtij vene. Çka është mesazhi i hutbës sotme? Runu, mos t'ju shfrytëzoj kërkush namën të fesë me prish këtë vend. Se armiku nuk po flan. E një për rrugëve ku e ka gjetë është munu me gjetë me munafikat më rana xhamis. Runu vllazni. Keni kujdes, afroni, lidhuni veç me hoxhallar të cilët e dëshmojnë veten. Allah na boft prej tyne, neve dhe juve. Zoti ju bekoft, Zoti ju rujt. Allahu mos na lash në dorë të këqeve. Allahu ja zbuloft gjitha hilet munafikëve edhe armiqve të këtij adheu të i vatoni. O Zot, ta lëm amanet Kosovën në dorë tone. Ta lëm amanet këtë popull në dorë tone. Ta lëm rinin amanet në dorë tone. O Zot, mos lejo që më në mashtru shejtani ose lakmia e me i shërby armikut, edhe nëse është në pyetje vdekja jonë, na mundësë që ta duam vdekjen e jo tradhtin. O Zot, na mundësë me jetu faqebar dhe me vdek me iman. Na mundësë që më konë në shërbim të akdhejët vatanit për hatër tanë, për i Zot tanin, e jo për interes se bote. Zot, me këtë bindje në amara dhe shpirtin e mos në bon horë. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.